e sherifit vetëm pak momente më parë nga aktiviteti që kishim në transmetim të drejt për drejt, nuk duket se kryeministri të ketë paktën një lloj ose nuk përcjell publikisht një lloj shqetësimi në këtë aspekt. Çfarë duhet të presim prej tij, domethënë sepse sot u dha ajo fabula e bufit që ha një mia, është kjo strategjia që presim apo duket sikur bën lojën e Ramës sepse flasim me të njëjtat personazhe? Dëgjoj, si një strateg elektorale e di shumë mirë që është e rëndësishme të japim medias një lloj ushqimi që çon ujë në mullirën e Partisë Demokratike. Në këtë sens ai është mjaft i mirë dhe në distancë përmes këtyre simbolikave, i ka luajtur dhe deklaratat kur ishte në Tiranë më herët ku zyrtarizoi marrëdhënien me zotin Berisha, kishte deklarata të forta, kishte qendrime të forta ndaj Edi Ramës, qendrime që gati nuk i kemi dëgjuar as nga kundërshtarët e Edi Ramës këtu brenda vendit. Pra në fjali, po ta shikosh, është mjaft i fortë, mjaft i ashpër. Është një mjeshtër i komunikimit që di se si të tërheqi vëmendjen. Dhe në këtë sens, këtë aftësi e ka vendosur dhe po e vendose pam dhe sot me këtë simbolikën që ti citove të bufit që po hante miun e ka vënë në funksion të Partisë Demokratike. Thash këto mund të jenë gjeste simbolika që mund të tërheqin vëmendjen e medias, mund të japin ushqim medias që të flasin për të dhe të çojnë oksigjen tek Partia Demokratike, mund të ndihmojnë elektoratin e Partisë Demokratike që gjej më shumë frymëzim dhe gjej më shumë shpresë. Si strateg, në fakt kjo është nga një elementet kryesore që do duhet bëj ai, sidomos kur në gjuhën e zotit Lacivita, Partia Demokratike dhe opozita konsiderohet the underdog, pra ai garuesi që është në dizavantazh. Kështu që një nga elementet kryesor të fushatës dhe të komunikimit Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësi duhet të jetë dhe elementi i shpresës, i frymëzimit, të gjenë momente të ndryshme dhe simbolika të ndryshme që i përmendëm disa, se si të ngjall shpresën brenda demokratëve që gara nuk është e humbur. Pse? Sepse ne dimë që ka mjaft sondazhe që dikush më shumë apo dikush më pak e jep Partinë Demokratike dhe opozitën në tërësi si mjaft në vështirësi në raport me mazhorancën socialiste. Për te Lacivita, si duket fushata e Partisë Demokratike? Mbetet pastaj programi i Partisë Demokratike që na çon më pas tek ajo që është fushata klasike që jemi mësuar të shikojmë me forcat politike në Shqipëri. Pra premtime konkrete, programe, ka qenë në fakt një program që le të themi nuk janë kursyer në premtime sa i përket aspektit financiar. Berisha ka deklaruar Shqipëria do të jetë vendi me taksat më të ulta në Europë dhe nga ana tjetër ka premtuar rritje të pagave, rritje të pensioneve dhe kur shikon premtime të tilla automatikisht lind pyetja, po sa e realizueshme është një gjë e tillë, sa është fatura financiare e një programi të tillë dhe gjithmonë politikanët na kanë mësuar që i shmangen këtij elementi, edhe kryeministri kishte premtime të ngjashme, edhe ai nuk dha një faturë financiare, nuk dha një kosto, nuk na tha se si ka ndërmend ti mbuloj shpenzimet e një programi të tillë elektoral, por tha që janë bërë për llogaritje dhe është e mundshme. Nga ana tjetër opozita thotë që mjafton të hiqen elementet e korrupsionit, kontratat korruptive, koncesionet korruptive. Pra, po ta shikosh, ka disa elementë që ngjasojnë dy forcat kryesore në premtimet e tyre, të dyja shmangin në një farë mënyrën për të sqaruar se cila është fatura financiare e këtyre premtimeve dhe se si do t'i gjejnë. Por le të themi që tek Partia Demokratike ka mjaft element të ndryshëm të një fushate që mund të konsiderohet fushata klasike e një force të gjatë. Para se ta mbyllim të bisedë, e cila është e shkurtër për faktin se po fillon ceremonia, unë do të pyesja për Bashkimin Evropian. Pra, Partia Demokratike përballë Bashkimit Evropian dhe është rastësi që në datën 14 prill Bashkimi Evropian ka thirrur një tryezë ndërqeveritare për të hapur disa grup kapitujve të tjerë për integrimin e Shqipërisë në BE. E rastësishme apo jo është e vështirë ta thuash në fakt, doja të shpresoj që të ishte një rastësi. Mos harrojmë që një takim i tillë ishte programuar fillimisht të bëj për fundin e marsit, diku nga data 18 mars u shtyp pa një shpjegim, në fakt nuk është dhënë ende një shpjegim pse ndodhi kjo shtyrje dhe ndodh pikërisht pak ditë kur ka filluar zyrtarisht fushata elektorale, është e pamundur mos të shikosh si një oksigjen për Partinë Socialiste. Edi Rama mjaft lehtë do ta ketë që ta shfrytëzojë një element të tillë në favorin e vet, sepse nëse nga Partia Demokratike dhe zoti Berisha pak ditë më parë dëgjuam që Europa ja gristi pasaportën europiane Edi Ramës, është pikërisht kjo pasaportë ka libeteje se premton Edi Rama në këtë fushat. Zoti Rama lajmin e sotëm, njoftimin e sotëm e shoqëroi pikërisht me ironi
ndaj këtij ngacmimi të Berishës, duke thënë të hënën në BE për konferencën e 4 të negociatave për një tjetër seri kapitujsh që hapen. Këto janë negociatat më intensive në historinë e integrimit. Pra, është pamundur të mos shikojmë se si Rama do ta shfrytëzojë në favorin e tij një element të tillë. Në fakt, po të kishin qenë pak më të kujdesshëm në Bruksel, kam përshtypjen që gjëja më mirë do të kishte qenë që një takim i tillë të ndodhte pas fushatës zgjedhore, pas zgjedhjeve, duke mbajtur në konsiderat faktin që integrimin dhe antarësimin në Bashkimin Evropian, kryeministri e ka si kalën e tij të betejës dhe një lëvizje të tillë është lehtësisht e imagjinueshme që do shfrytëzohet prej tij në fushatë. Falenderoj shumë Indrit për këtë intervistë të shpejtë, por shumë produktive. Të nderuar teleshikues,